Pizza margarita, shpejta, thjeshta për përgatitje, shkojnë shumë për iftar, besoj se kam ju pëlqyer receta ku ta shihni videon në vazhdim. Për këtë iftar kam zgjedhur që të përgatis pizza margarita. Filloj me përgatitjen, unë jam duke përgatitur 3 copë dhe për atë arsye na duhen 400 ml në ujë të vakët. Uji nuk guxon që të jetë i nxehtë shumë, por i vakët. Tek uji shtoj një lugë gjelle me sheqer dhe një lugë gjelle me maja buke. E përzim kështu që të aktivizohet maja bukës. Është aktivizuar pak maja bukës, tash ja shtrojna 3 lugë gjelle me vaj. Përsëri e përzim masën. Përgatitja është shumë e thjeshtë dhe është ekonomike e këtyre pizzave. Dhe ja shtoj millin. Për këtë masa na duhen dikun 550 deri 600 gram mill, me pas një herë të bëjmë pizza. Për këtë arsye shtoj pjesë millin, shtoj një pjesë dhe punoj, shtoj një lugë gjysmë të mesme me krip dhe fillojmë që brumin ta punojmë direkt me dorë. Punojmë derisa del një brum pak më i butë se brumi i bukës. Kam punuar brumin, tash sipër ja hedhit pak vaj, kështu, dhe munduhem që vajin ta përhapin gjithë anët, që më letë largohet nga ena më pas brumit. Mundohem të pjesën e fundit ta bëj me vaj. Enën ku ndodhet brumi e kam mbuluar me folin najloni dhe e lënë ambient dhome që brumi të dyfishohet për 1 orë, 1 orë 20 minuta. Sa më mirë që dyfishohet masa, aq më të mira do dalin pizzat. Brumi i pizzave ka pushu mjaftueshëm, ja largojmë folin e najlonit dhe kalojmë tavolinë punës, siç e vëreni ka pushu shumë mirë, është bërë një brum shumë i mirë. E rëndësishme është të pushoj mirë brumi dhe tash brumin e largojmë nga ena e kalojmë tavolinë punës. Siç e vëreni shumë lehtë largohet nga ena pasi kam hedh vaj. Brumin e punoj kështu tek milli, derisa t'ja japim një formë të lëmuar. Hedhim mill kur të ka nevojë dhe brumin e ndaj në 3 pjesë. Nduhem se cilës pjesë jap masinë e njëjtë. Tash i ngjeshëm, kështu se cilës pjesë japim formën e kulaçit. Kam punuar të 3 kuleçët, tash i lënë njërin skaj tavolinës së punës, kulaçin e dytë dhe të tretë, marr kulaçin e parë dhe filloj që të bëj hapje, hedhi mill gjatë hapjes dhe hapi në një masi rreth 30 cm. Vetëm se munduhem të jap trashësinë e njëjtë nga gjitha anët dhe të jap formën rrethore. Kam hap në masinë e dëshiruar brumin, tash e largoj nga tavolina e punës, marr një letër për pjekje dhe në letrën për pjekje vendosi petën e hapur, kështu. Dhe të munduhem të jap formën rrethore. Marr shkopin për gatim dhe i hapi kështu qoshet, i shtypim në anë shkopit, bëhen më të holla. Kështu me letër, nëse veproni me letër për pjekje, do të keni më lehtë ta vendosni në tepsi. Tash marr dhe ja kthej rrethin pizzës. Kështu në këtë mënyrë, nga gjitha anët, ja kthej rrethin. Pasi pizzës ja kam kthyr rrethin, kështu me anë të letrës me shumë kujdes e marr dhe vendosi në tepsinë ku do bëj pjekjen.
Mund ta pjekni në tepsinë rrethore, në tepsinë katrore, nuk do ketë problem. Është mjaftueshëm masia për këtë tepsi. Tash me moje të gishtave përsëri shtypi qoshet nga gjitha anët, që gjatë pjekjes mos të hapen. Kështu në këtë mënyrë ja bëj nga gjitha anët. Kështu e fshin si analizohet. Kam shtyp qoshet, tash marr një të bardhë të vezës dhe kështu me anë të brushës lyp rrafë të picës nga gjitha anët. Me të bardhën e vezës kam lyer gjithë rrafë të picës, tash marr fora susami dhe hedhi kështu nga rrafë. Shumë pak, vetëm se për një aromë të mirë, dhe një pamje më e mirë do i bëhet. Tash ja shtojna salcën. Unë kam salcë domatesh të përgatitur vetë. Gjithë motra që më shikojnë vazhdimisht kanë parë recetat e tushisë gjatë kohës vjeshtore dhe kanë parë këtë salcë që kam përgatit për përgatitjen e makaronave, pizzave. Shumë e mirë, ju mund të përdorni dhe salcë të blerë nëse doni. Tash salcën kështu e përhapim dhe sipërfaqen e petës. Salcë shtoni sipas dëshirës, qefit tuaj. Duhem që ta bëj përhapje në përgjithë sipërfaqe. Kam përhap salcën, tash se përjashtoj shumë pak vaj ulliri. I bën më të bukta. Oregano. Dhe pizzën e fus në furrë të nxehtë 200 gradë për 15 minuta. Yrën e njëjtë veproj dhe me 2 pizza tjera, duke i hap, duke ja kthyr rrethin, duke i lyer me salcë. Kështu, këtë mënyrë vazhdoj pyetje. Hapjen e bëjmë në masinë e njëjtë, e të munduhem formën rrethore. Kam përgatit dhe pizzën e dytë, tash përsëri i hedhi dhe pizzës së dytë vaj ulliri sipër kështu, oregano. Dhe pizza e dytë është gati për pjekje. E pjekim në temperaturë të njëjtë. Kam larguar pizzën nga furra, kurse pizza e dytë është në pjekje. Në shporet mund t'i fusni 2 pizza për pjekje për një herë. Tash ja shtojna kashkavallin. Kashkavalli duhet jetë i kualitetit cilësor, patjetër duhet jetë kashkavall qushti. Dhe për një pizë na nevojitën dikon rreth 150 gram. Kështu unë e kam bërë në rende, mund ta bëni edhe në copsa, varet se si e doni. E përhapim kështu mirë. Dhe pizzën përsëri e kthejmë në furrë për 3 deri 4 minuta. Pasi është ftohur pak, morim folinë e najlonit dhe ja vendosim tepsisë. Mirëpo duhet kemi kujdes që folia mos ta prek pizzën, brumin e pizzës, vetëm se folia tjetë kështu mbi sipërfaqen e tepsisë. Që t'i zbuten pak rrallë, për atë arsye ja vendosim dhe pjesën tjetër të tepsisë. Dhe e lojmë përsëri për 5-6 minuta kështu të mbuluar në foli.
Kam bërë pjekjen e picave, iftari është gati, kanë dalë shumë të mira, besoj si u ka pëlqyer motra të dashura se si kam përgatit pica margarita për iftar, gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë, Zoti ju pranoft lutjet dhe ditën e agjerimit.